Nëse keni dhimbje fyti, ky çaj ju shëron brenda ditës. Një çaj i ngrohtë me sherebel do t'ju ndihmonte shumë nëse keni dhimbje fyti. Ky lloj çaji lehtëson acarimin dhe njëkohësisht inflamacionin në fyt. Vetitë antibakteriale të çajit të sherebelës ndihmojnë gjithashtu në luftimin e ftohjes dhe shërimin e plagëve në fyt, duke ndaluar rritjen e baktereve të dëmshme në fyt. Konsumimi i rregullt i çajit të sherebelës mundet që të rrisë gjithashtu hormonin e humorit, lehtëson ankthjen dhe përmirëson shëndetin tuaj. Për të përgatitur çaj, hidhni gjethe të freskëta të sherebelës në një filxhan me ujë të valuar. Lëreni të tretet për 5 minuta dhe më pas hiqeni gjethet. Shtoni pak lëng limoni dhe mjalt për të rregulluar shijen dhe është gati për t'u pirë. Sherebela nuk rekomandohet për gratë shtatzëna ose ato të cilat ushqejnë fëmijët me gji.